kohë kanë rrugë e mirë. Kemi pas edhe në luhatjet tona, sidomos fazën e dytë. Normal që do nollte masi vishim as kupa të Europës pa pushime. Nuk e prit që me thonë drejtën e gjatë, po zbashku me rënien fizike ishte një numër i madh lojtarëve që na u dëmtuan. Kemi luajtur më bukur, kemi shënu shumë, kena bërë lojën më sulmuese se gjithë ekipet e tjera. Edhe kjo mendoj që edhe kena hangër gola më pak se gjithë ekipet e tjera, kjo mendoj që është ajo pika fortë që ne kemi pas gjatë kampionatit. Pa shumë e vështirë, janë të treja skuadrat janë njëna më fortë se tjetra, duhet jena të përqendruar, kemi edhe ne favore dhe disfavore tona në atë katërshë. Them që jemi deri në ditën e katërshës do të jemi edhe më të fortë. Një detyrim që i kam këtyne njerëzve, këtyne tifozave që edhe kur kam kanë lojtar, po edhe sot që trajner më duket sikur më është do të më shu detyrimi kështu tyre. Po Shkodra njihet me luk bosh. Shkodra janë titull, nuk e intereson as gjë tjetër, kështu që i vetmi premtim që do t'i bëj aty në që deri në sekondën e fundit kam luftu për me pruva titullin Shkodra. Nuk kam shumë i thonë, e din që jena më të mirë të kampionatit, e din që jena më të fortit, e din që jena më fair play, i din shumë gjëra të tjera, kështu që s'kam kur gjë që më i thonë, veç e fitov kampionatin e që e meriton.